Kryeministër, këtu jemi në fazën e parë të rekonstruksionit, të riabilitimit dhe zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës, rreth 33 km. Faza e parë, ashtu siç dhe dy fazat e tjera, përfshin rreth 10 km në total. Në ndërkohë që kurora zgjerohet dhe shkon, pra kurora e tërë e gjerësisë rrugës shkon në 32.5 metra, duke krijuar për secilën karexhat nga 3 korsi kalimi, nga 3.75 secila, dhe duke lënë gjithashtu edhe korsinë e emergjencës. Kalojmë nga një superstradë në kategorinë e autostradave A, duke u bashkuar kështu me të gjitha të tjerat që ne ndërtojmë. Shpejtësia maksimale është 130 km dhe ndërkohë të gjitha parametrat e sigurisë janë të përmbushura. Ashtu siç tham edhe në kantierin e mëparshëm, edhe në këtë kantier kryeministër kemi bërë gjithë punën paraprake për sportistimin e linjave të OSSH-s dhe linjave të ujësjelljes kanalizimeve. Këtu janë spostuar pemat dhe janë mbjellur diku tjetër, pra pa pasur asnjë humbje, asnjë rrënjë, dhe nga ana tjetër janë bërë të gjitha kanalizimet të reja për sa i përket mbjellit. Fazat janë duke avancuar shumë mirë. Këtu jemi në 6 kilometrat e para, që shkon nga Casa Italia deri në mbikalimin e Kasharit, edhe më pas kemi dhe 3 kilometrat e tjera, të cilat shkojnë deri në Vorë. Në ndërkohë që nga Vora pastaj kemi fazën e dytë që shkon deri në Sukt, dhe nga Sukti faza e tretë që shkon deri në Shkozet. Janë të gjitha të parashikuara sipas buxhetimit në vite. Në ndërkohë edhe në këtë kantier më duhet ta them që kemi një avancim shumë të mirë të punimeve. Kemi shkuar në 30%, pavarësisht se kontrata përfundon në shtator të vitit 2026. Tu kemi ecur shumë shpejt gjithashtu, nuk kemi pengesa trafikut, pasi nuk janë prekur korsit në të dyja krahët, dhe besojmë që do dorëzohet para afatit. Tani shumë është të themi që e kemi planifikuar për dhjetorin, pasi bie gati 10 muaj përpara afatit, megjithatë ky është synimi ynë. Po, të temët ka hapësira për të mbjellë apo gjëra tjetër? Shikoni, në këtë zonë konkretisht kemi një farë hapësire, po patjetër që do mbjellim pemë të reja. Por si do kontraktorët, ashtu është e mundur. Do të ketë garderilin fillimisht, pastaj Ka pjesë mund të mund. ka pjesë mund. Do të bëjmë pemë të larta. Edhe mbase duhet të gjejmë një mënyrë, të një mur dekorativ, një lloj ndarëse dekorative, mund të jetë shumë bukur që të bëhet një gjë me midis të dyave. Duhet të duhet të bëhet gjë artistike, që ka se shyrja e qytetit nga aeroporti bëhet diçka. Për të mos ta ndarme me gardjela, për ta ndarme me këtë murin. Po. E kuptojmë. Është një gjë, ndoshta mobilizojmë gjithë arkitektët, të bëjnë një copë secili dhe të bëhet diçka si korridor artistik. Shkëlqyer. Po, mund ta mendojmë që tani këtë që ta kemi edhe për projektimet e pjesëve të tjera. Po diçka mendoj. Ndërkohë që patjetër duhet bëjmë edhe rehabilitimin e rrugëve dytësore një moment. Po rruga do hiqet në sot. Do zëvendësohen. Po jo kështu do mendohet. Në shumë si Do të spostojmë akse të tjera për kemi pasur vetë kërkesa nga bashkë. Do të thënë do t'i përdorim, nuk do t'i nxjerrim jashtë funksioni, pasi kemi akse më të vogla ku mund përdoren, pasi ti remetojnë pylyem e tjera dhe këtu do të përdoren ura tjera kalimi, meqense këtu është kërkesa për shkak të komunikimit që kanë bizneset nga dyja krahët. do të bëjmë masterplan të zona këtej, sepse zona këtej ka shumë problem trafiku i brendshëm për gjithë të kompanitë. Argjojnë shumë kohë këtu brenda, që keni bërë me investim këtu, që ata pak janë gatshëm të punojnë me neve masterplanin, edhe ti mbështesim të bëjmë një gjë që të ketë një
rrjedhshmëri, një rrjedhshmëri më të mirë trafiku aty se hynte ato, po janë mira e mira punonjës në këto fabrika dhe në këto biznese burë dhe aty shumë kohë. Ne kemi filluar planifikimin, po në formën e një masterplanit dhe pastaj do kalojmë projekt detajuar të 2 hyrjeve të reja të Tiranës, të cilat do zgjidhin dhe pikërisht të problemin që thoni ju, duke e lënë hyrjen e Kamzës vetëm për pjesën e zonës. Pra, jemi duke studiuar një hyrje e cila sjell autostradat e Veriut dhe i lidh në lotin numër 1, pra pas Shqiponjës, aty ku kemi nyjen e madhe, dhe nga ana tjetër jemi duke dizenjuar edhe hyrjen ashtu siç folëm dhe herën e fundit nga rruga e Arbrit. Rruga e Arbrit tashmë futet dhe krijon një hing, pra nga shkalla Tujanit krijon një hing në Tufin, e cila sigurisht pengon gjithë trafikun, përveç amortizimit që ajo rrugë ka dhe do jetë e vështirë që të parashikohet nga Bashkia e Tiranës, kështu që e gjithë hyrja do të shkojë dhe do të lidhet me lotin e 5, pra në rreth rrotullimin e madh të Tufinës, që e çon ose sipër pra në zonën e Farkës dhe të Tegut, ose e zbret pastaj poshtë për të vazhduar për të ardhur në këtë autostradë. Qendra e trafikut kur e Qendra e trafikut ne kemi filluar provën gjenerale. Kamerat kanë filluar të lidhen një nga një në sistem. Kemi bërë një test para pak ditësh, jemi në fazë rekrutimi. 200 është kanë. Po përfundojmë. 200 tjerat janë në fazë ndërtimi, kemi edhe 200 të tjera në planin e këtij viti. 200 kilometrat e para janë shumë të rëndësishme sepse do të na ndihmojnë që të kuptojmë dhe se si do funksionojë. Skuadra është shumë komplekse atje ashtu siç ju e dini, pra janë disa njësi operative, përveç autoritetit rrugor shqiptar, policisë rrugore, kemi emergjencat që janë të lidhura aty, kemi urgjencën kombëtare, kemi shumë njësi të cilat duhet bashkëpunojnë dhe jemi në fazën e rekrutimit, po marrim djemë dhe vajza të reja, që kanë edhe një farë dëshire tek inovacioni dhe tek IT-ja përgjithsisht, pra kanë disa aftësi të tilla. Dhe mendojmë që do jetë një nga projektet më inovative që do të sigurojë gjithë pjesën e sigurisë rrugore, por edhe të sigurisë kombëtare, mendojmë ne. Perfekt. Po